U kthem shumë shpejt, se premtuam. Edhe do ikim po prap shpejt. Dita ishte shumë e gjatë, normalisht kishim dita s'ka nisur, dita gjatë. Kjo ishte parantezë për shikuesit. Po, ditën mirë, një kolegi joni këtu në MCN kur kaloi gjatë publicitetit pak më përpara, tha mirëmëngjes, unë isha gati të thoja mirëdita. Po. Kështu që se për ne mirëdita është tani. Ashtu është. Edhe jemi fiks për një bukë, për një gjë të lezetshme për ta ngrënë. Po, e ke hapësirën e kuzhinës pas pak, që kështu mund të marrësh një. Po gjithsesi para se të kalojmë atje, ne do shkojmë në një insert të përgatitur nga dermatologja Violeta Dajçi, e cila jep gjithmonë informacione në lidhje me problematikat e lëkurës. Tani ju do thoni jashtë bie shi, çfarë problematike do kemi me alergjit këthe ande, po do dalit dielli, se jemi në pranverë zyrtarisht të paktën. Ato të shkretat polena. Keni parasysh se çfarë duhet të bëni, duhet mos bëni alergjit që krijohen lëkurat me predispozit për alergji gjithashtu. Ndiqni këshillat nga doktoresha dhe më pas keni hapësirën e kuzhinës. Bashkë nesër, paqe ditë të bukur. Pafshim. Ditë të mbarë. Pafshim. Stina e pranverës është stina e luleve, e rilindjes së jetës në fakt, por nga ana mjekësore, kjo stinë njihet edhe si stina e alergjive të shtuara. Alergjit në këtë periudhë janë kryesisht të rrugëve të frymarrjes për arsye të poleneve që qarkullojnë në ajrin ton për shkak të çeljes së luleve në masë të konsiderueshme. Këtë vit, në fakt, për arsye të kushteve atmosferike, ndoshta edhe lulëzimi ka qenë pak më i hershëm, më i vrullshëm, ndaj edhe alergjit fillojnë të shtohen pikërisht në fillim të sezonit të pranverës. Kjo ndodh pasi njerëzit gjenden akoma ndoshta të papërgatitur, pa një lloj përgatitje qoftë imunitare, qoftë edhe shpirtërore e mendërisht, sepse të gjithë i gëzohen kësaj stine dhe harojnë problematikat që ajo sjell. Alergjit shfaqen kryesisht në trajten e alergjive të rrugëve të sipërme të frymarrjes, me teshtima, me kollë të lehtë, me rrjedhje të sekrecioneve nga hundët, me të krojtura në zonën e hundëve dhe në rastet më të rënda ose për persona të veçantë që kanë edhe një predispozit për të bërë alergji të shtuara, ato mund të jenë edhe më problematike deri në vështirësi të mëdha në frymëmarrje, në gjendje të cilat nuk tolerohen pa marrjen e medikamenteve. Ndërsa në lëkurë gjithashtu janë të shtuara alergjit në këtë stinë, kryesisht në zona që janë të zbuluara, pra që bien në kontakt direkt me polenin e luleve, por që bien në kontakt edhe me barin, kur ne prekim, lëvizim ose luajmë, me lulet kur i mbledhim me dorë, por edhe për arsye të poleneve që bien mbi lëkurën tonë, kryesisht në fytyrë, në duar ose në zona që ne fillojmë të zbulojmë në këtë periudhë kur fillon të ngrohet edhe koha. Problematikat mund të jenë të lehta në zona të caktuara, por nga një herë edhe në lëkurë mund të ndodhin që këto lloj alergjish ose siç ne i quajmë dermatite dhe në rastet më të fuqishme janë urtikarjet, që vinë në rastin kur lëkura është në trajtën e të ngriturave, në kohën e gjysheve tona kemi thënë si të rrahurat me hidh, ndërsa tani nuk rrihen fëmijët me hidh, por edhe nuk e njohin, por mosha e rritur e di, pra janë të ngritura mbi nivelin e lëkurës, janë element që kanë nxehtësi lokale nëse preken me dorë dhe që japin një diskomfort të krojtura dhe temperaturë që nuk durohet dhe në përgjithësi është edhe e përgjithshme në të gjithë trupin dhe je i detyruar të shkosh dhe të kërkosh ndihmë mjekësore. Mosha që preken më tepër në fakt janë moshat e fëmijëve, sepse ato janë edhe me imunitet ndoshta pak më të papjekur, më të ulët, për arsye edhe të prekjes për herë të parë me disa nga këto tipe polenesh, lulesh, barishtash, bimësh e tjerë që çelin dhe lulëzojnë, por kjo mund të shfaqet në çdo moshë. Prek ose shfaqet më tepër ose edhe më rënd në paciente që kanë
një lloj trashëgimie ose një lloj predispozite për të bërë alergji të ndryshme në përgjithësi, edhe alergjitë e stinës së pranverës ose kryesisht të poleneve të luleve shfaqen më shumë në këta persona. Por nuk do të thotë se nuk preken të gjithë. Kushdo që bie në kontakt ose ekspozohet për një kohë të gjatë, mund të bëhet viktime e këtyre lloj alergjive. Shenjat e para unë në fakt i thash, si ato të gjendjes së përgjithshme ose të rrugëve të sipërme të frymarrjes, por edhe ato kur shfaqen në lëkurë. Një ndër ato ishte shfaqja në trajtën e urtikave ose të ngriturave mbi lëkurë, por mund të jetë edhe me një rasht të përgjithshëm, pra me një lloj skuqje në zonat ku biem në kontakt, por nganjëherë edhe më gjerë se sa zona ku ne kemi prekur ose kemi rënë në kontakt me një lule, barishte ose diçka tjetër në natyrë. Nganjëherë mund të ndodhë alergjizim i përgjithshëm i organizmit, pra zona irrituar në trajtën e skuqjeve ose të pikave në të gjithë trupin. Kujdesi do t'ishte kryesisht për personat që bëjnë alergji të përsëritura, duhet të ishte ruajtja nga kontakti me këto alergen. Ata që kanë alergji më të fuqishme, po sidomos që kanë alergji të fuqishme të rrugëve respiratore, pra të frymëmarrjes, rekomandohet të kufizohen në daljet në pikun e lulëzimit ose në pikun e ditës kur ka më shumë polene, siç është në pjesën e mëngjesit. Për shembull, në situata kur ka erë të shtuar që fryn më shumë erë, në këto raste duhet të ruhen persona që e kanë këtë problematik. Ndërsa një kujdes tjetër që do të funksiononte shumë mirë në fakt, është larja e shpesh, qoftë edhe me ujë të bollshëm, sidomos kur alergjit janë në lëkurë, kur ato shfaqen në lëkurë, larja sapo kthehesh nga një ecje ose shëtitje ose edhe gjatë ditës në punë, kur të duhet të lëvizësh, pasi polenët qarkullojnë në të gjithë ajrin, atje ku ka bimësi, duhet patjetër të bëni një banjo ose të lani dhe të shpërlani me ujë të bollshëm zonat që janë në kontakt me ajrin ose janë të zbuluara. Në rastet më të rënda, kuptoj që duhet t'i drejtoheni një mjeku, alergolog ose dermatolog, kjo në varësi të shenjave që janë dominuese. Në rastet e problematikave me shfaqje më të egzageruar në lëkurë, duhet të drejtoheni tek ne dermatologët, dhe në rastet kur keni vuajtje në frymëmarrje me teshtimat dhe problematikat tjera të kësaj natyre, duhet të bëni një konsult me mjekun alergolog. Ju falemderit, shpresoj të kenë vyer sadopak këshillat tona për shikuesit e televizionit MCN.